Përshëndetje gjithëve, jemi këtu në TBU Podcast në sezonin e dytë. Unë jam Aldo. Unë jam Martina. Ne do trajtojmë shumë tema të ndryshme të ftuar shumë speciale dhe Juftojmë na ndiqni. Në episodin tonë të parë, jemi të bashkuar me një të ftuar shumë special, administratorin e Tirana Business University, doktor Altin Sholla. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Altin, si ndihesh sot si për episodin e parë, si ka qenë, domethënë, a jeni emocionuar sepse se kemi marrë vesh me zi e ke pritur këtë episodin e parë. Unë është kënaqësi shumë e madhe të jem sot këtu me juve. Pse është kjo kënaqësi, sepse ky është një episod i dytë, është një moment në cilët ne mund të flasim dhe mund të themi dhe ato gjërat e bukura që bëjmë, por mund edhe të ndajmë edhe me studentët dhe me të tjerët çfarë do lloj gjëje që ne mendojmë se është me vlerë dhe me rëndësi. Është një formë shumë e mirë komunikimi, të cilën unë e vlerësoj dhe aq më shumë bëhet akoma më e bukur kur kjo ndiqet nga ju, nga vetë studentët. Kështu që kënaqësia më e madhe është fakti që jam këtu mes jush dhe jeni ju ata që do më drejtoni pyetjet dhe unë do ju përgjigjem. Është një qëndisje shumë e bukur, sepse ne patjetër do transmetojmë edhe mesazhet tona nëpërmjet këtij podcasti dhe do të bie shumë dakord me parimet e komunikosh me studentët, kështu që unë jam parimet e tua, po. Vjen dikush tani dhe do të vike Tirana Business University për të studiuar. Si do e përshkruajnë juve universitetin me pak fjalë? Unë do doja që atë ta përshkruani nëpërmjet gjuhës tuaj, nëpërmjet gjuhës studentëve, sidomos ju që sa jeni bashkuar në TBU. Kjo është gjë e parë që them, shkon të takoni filan student, dhe ata ju e thonë më mirë se unë. Gjithsesi unë po do ju përgjigjem pyetjes tuaj. TBU-ja është universitet inovativ, një universitet shumë i fokusuar tek studentët dhe një universitet i cili është ndryshe nga të tjerët sepse bën më së miri edhe kombinimin midis dijes teorike dhe aftësimit praktik. Ne kemi qasje shumë pozitive për studentët duhet vinë këtu sepse duhet mësojnë për veten e tyre dhe jo për ne, sepse duke mësuar për veten e tyre ata mund dalin profesionistët më të mirë nesër pas së ardhmes dhe të jenë shumë kompetitiv në momentin që do hyjnë në tregun e punës. Dhe ne kemi këtë kapacitet dhe kemi këtë mundësi që ju japim studentëve që të mësojnë gjëra praktike, gjëra që janë shumë të aplikueshme në botën e biznesit dhe gjëra që nesër pas nesër do ju vlen direkt atyre në tregun e punës. Fund fare përse ndiqet një universitet, përse ndiqet për të marrë dije, por edhe për të integruar sa më shpejt në këtë tregun e punës dhe të bëhesh një profesionist i mirë. Pastaj duke marrë parasysh tregun, do në aftësi se si ditë për ditë njerëzit po bëjnë shumë update me veten e vet, me aftësitë e tyre, me gjërat që dinë, edhe kjo shkolla të paktën unë mendimi im bashkë me ato që tha dhe juve është ajo që është një kombinim shumë perfekt që sa po del nga kjo shkollë ti je gati për tregun. Pra, nuk është nuk e has veten në vështirësi për të luftuar ato dallga të mëdha që tregu do na japi pas shkollës. Shiko, të hysh në tregun e punës, nuk është e lehtë. Por edhe shumë e vështirë nuk është. Kërkon disa investime. Pra, shkolla në vetvete nuk është gjë tjetër, por është një investim kohor, cilët ju e realizoni pranë ambienteve tona. Maksimizoni dijen që merrni, shfrytëzoni aftësitë praktike që merrni nga ekspertët në cilën e sjellim këtu, dhe ky investim nesër pas nesër po kthehet në një kthim të investimit që është punësimi juaj dhe të qeni të një profesionist i mirë. Tani sa më shpejt ta bëjmë atë kalimin në botën e profesionistit, sa më mirë ta bëjmë dhe sa më të përgatitur të jemi, aq më shumë do jetë kthimi nesër pas nesër i juaj. Kështu që nuk ka gjë më të mirë që ju të keni një kthim nga investimi që po bëni në kohë sa më të mirë dhe sa më të shkurtër. Edhe ne, do të thënë, shumë studentë si dhe ne këtë kanë, do të thënë, diçka që bën shumë përshtypje për universitetin tonë është vetëm fakti se sa shpejt, sa mirë na nxjerr ky universitet në treg, pra në botën e biznesit, për duke përmendur prap inovacionin. Çfarë bën të bëjë kaq të veçantë krahasim me universitetet e tjera? Për çfarë lloj arsye? Cilësia është një faktor shumë i rëndësishëm, jo cilësia për vetë kuptimin e fjalës cilësi, por cilësia përkthehet në të gjithë këto komponentë që unë i përmenda. Cilësi do të thotë që studentit vjen të ndihet mirë në momentin që hyn brenda auditorit, do që në momentin që ka hyrë brenda auditorit profesorët ose të ftuarit që ne thrasim të japin ato njohuri dhe të jenë coach i studentëve, pra nuk është e thënë që i pedagog vetëm të flasë dhe ju
të jeni në botën tuaj, por do të ketë komunikim dhe bashkëbisedim. E treta është networku që studentët krijojnë nëpërmjet eventeve të ndryshme që ne realizojmë, jo pa qëllim e realizojmë, ftojmë CEO të ndryshëm të kompanive, ftojmë guest lecture të ndryshëm, ftojmë ekspert nga fusha të ndryshme që ata të vinë këtu, dhe jo vetëm që ata flasin dhe ne të dëgjojmë, por edhe ju në momentin që ata vinë, të krijoni atë networkun tuaj me qëllim që ky network të shërbejë nesër pas nesër në profilizimin tuaj si profesionistë më të mirë të së ardhmes. Shikoj se edhe gjatë disa si konferenca, CEO Talks dhe që keni qenë dhe ju prezant, unë shikoj që jeni shumë njeri i organizuar dhe që i menaxhoni situatat edhe gjërat përreth jush shumë mirë, me precizion shumë të lartë. Dhe si CEO që jeni të BUs, çfarë vizioni keni, çfarë prioritetesh keni ju për universitetin për të ardhmen, nga sot në të ardhmen? Pikëpari nuk jam aq organizuar, jam pak i organizuar. Por është diçka që është një proces i vazhdueshëm dhe gjithmonë mundohem që të bëjmë më të mirë. Pra me këtë filozofi në mendje dhe me këtë qasje që kam, gjithmonë mundohem që nga ajo gjë që ne bëjmë të bëjmë diçka që ja vlen dhe të bëjmë diçka që ka vlerë për ne, ka vlerë dhe për studentët. Nuk është çështja që të akomodojmë për hir të një eventi, për të një diçka të rasim një person, por mos e jap atë vlerë që ne duam. Ndoshta kjo gjë më të bën që dukem shumë i organizuar dhe shumë i mirë. Unë personalisht i vlerësoj shumë dhe vi dhe veti dëgjoj, sepse gjithmonë, edhe pse unë jam drejtuesi i një institucioni siç është Universiteti të BU-ja, gjithmonë ka hapësira që ne të mësojmë dhe të vazhdojmë. Është një nocion shumë i bukur të mësuarit në mënyrë të vazhdueshme. Dhe unë vet nga këto takime që bëj, marr dhe përfit informacione dhe mundohem që ato që marr ti transmetoj dhe ti kalojmë brenda pjesës strategjisë të Tirana Business University, dëgjoj në një inovacion që mund të bëhet, por dëgjoj edhe në karakteristikë personale të këtyre liderëve që do vjen që mund të aplikoj sa më mirë edhe në të BU. Gjithmonë, më falni se ndërpreva, po patjetër. Ishte më kujtua, duke folur juve, më kujtua kam një bibliotekë në shtëpi unë, edhe është ajo që gjithmonë do ketë hapësirë për një libër shtesë. Sa do të mbushet ajo biblioteka personale jon, në brendësinë tonë, gjithmonë do ketë një libër që me pak shumë vështirësi do ta ngjeshësh në atë bibliotekën personale. Është ajo që do ketë gjithmonë hapësira për përmirësim. Ka gjithmonë hapësira për përmirësim, ka gjithmonë dëshirë për të mësuar gjëra të reja. Unë sot kam një pozicion që drejtoj një institucion këtu, por gjithsesi kjo nuk më pegon mua që në mënyrë të vazhdueshme të zhvilloj kapacitetet e mia. Kohët e fundit kam investuar shumë kohë në AI, kam investuar shumë energji në cyber security, kam investuar shumë kohë dhe në fushën e turizmit dhe marketingut digital, sepse janë fusha të cilat janë dinamike dhe ndryshojnë. Dhe ne duhet i përshtatemi këtyre fushave dhe dinamizmit që ofron tregu. Unë personalisht e kam shumë nuk mund të rri dot pa bërë diçka, pa lexuar një libër apo mësuar diçka të re në mënyrë të vazhdueshme dhe periodike. Këtë ja rekomandoj edhe studentëve. Nuk sa të presësh që të dështosh gjatë vendit punës, lexoj libër, mëso çfarë si kanë dështuar tjerët dhe je gjithsesi përgatitur që dështosh kur të hysh, po dështosh me një plan të qartë. Që do dështoni, patjetër do dështojmë të gjithë, sepse duke dështuar ne bëhemi akoma më të fortë dhe rritemi akoma më shumë. Por të paktën të menaxhojmë eksperiencat në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe këtë ta jep libri. Nuk është se un jam akademik këtu dhe po ju ja them këtë gjë për hir të akademisë, jo, këtë filozofi, këtë mendësi dhe këtë këshill e kam pasur dhe në momentin që un kam qenë në botën e biznesit, dhe këtë ja them gjithëve, që nga shokët e mi, miqtë e mi, dhe këdo që takoj. Është një mënyrë shumë e mirë dhe njerëzit që duan të jenë suksesshëm duhet ta kapin këtë gjë dhe ta bëjnë. Është një këshill që ju po e trashëgoni, siç dikush ka qenë për ju dhe ju do jeni për dikë. Dhe ne do jemi për dikë më të vëgjë se ne patjetër. Sot, çka. Mbaj mend kur kam filluar të blija librat e parë në 2005-2006, librat e biznesit në anglisht. Në atë periudhë unë do të blija librin në Amazon, nuk kishe libër elektronik, do të prisja një muaj e gjysmë që të më vinte një libër nga Amazoni dhe do të paguaja diku te $25, $30 për të blerë një libër. Sot, nëpërmjet
tabletave, nëpërmjet telefonit, nëpërmjet shumë mediumeve të tjera, ti ke mundësi që ta blesh instant librin. Dhe ta lexosh në mënyrë të shpejtë. Pra, sot nëpërmjet AI, sot nëpërmjet teknologjisë informacionit, ti ke një pasuri shumë të madhe me vete nëpërmjet telefonit, nëpërmjet kompjuterit, nëpërmjet tabletit, të cilët ti mund ta zhvillosh. Pra ne duhet të investojmë nga koha jonë, të investojmë për veten tonë me qëllim që të jemi të përgatitur nesër pas nesër për të qenë sa më të suksesshëm në tregun e punës. Jo, është diçka shumë e vërtetë. Do të thënë teknologjitë mendoj unë që duhet gjithmonë që të inkorporohen në çdo lloj mjedisi ku ne jemi, sidomos në mjedis arsimor, siç është dhe universiteti që është pak më studentët janë më të rritur, si sa për shembull nxënës gjimnazi ose më para dhe mendoj që sidomos të jenë të edukuar dhe mos në teknologji, diçka që u vlen shumë. Të marr për shembull, për çfarë do i rekomandoj gjithë studentëve të teknologjisë informacionit. Sot AI po hyn në mënyrë të konsiderueshme edhe në tregun e biznesit. Prandaj ne jemi unik, do të thotë çfarë na diferencon neve si të bëu biznes dhe teknologji. Ndërlidhen të dyja bashkë dhe sot është trendi. Ti bësh biznes dhe teknologji së bashku. Dhe unë do të sugjeroj edhe studentëve tanë, sidomos studentëve vitit parë, që të investojnë pak kohë në AI application. Sepse janë produkte që një programues i mirëfillt nuk i realizon dot, por një person i apasionuar dhe që investon kohë mund t'i ekzekutojë dhe t'i realizojë. Nuk po flas këtu për krijimin e aplikimeve dhe nga fillimi, po flas për zbatimin e programeve të ndryshme AI që ka. Dhe ju siguroj që unë po të isha në moshën tuaj do ta bëja këtë gjë. Sepse mjafton, nuk do dije të thella ose të integruara që duhet të kalojnë 3 vite shkollë, 2 vite master, por do kohë dhe pasion dhe do të bazën teorike që ju, studentët e teknologjisë informacionit, po e marrin. Shumë e mirë, sepse ka shumë pak njerëz sot, se mos tregun shqiptar, që mund të zbatojnë AI products, ose AI application që ka sot tregu. Dhe po arritet të zbatosh, atëherë edhe kthimi nga investimi që po bëni është shumë i madh. Unë uroj realisht se po dëgjoj dhe uroj që fjalët që ju po thoni që të bien në shumë vesh edhe ta zbatojnë pra në jetën e tyre, se është si ajo, se ai tregimi që faleminderit gjysh që më foli, faleminderit i nip që më dëgjove. Edhe është pak Unë e rekomandoj, jo si e rekomandoj si Altin, e rekomandoj sepse kam shumë kërkesa edhe nga bizneset e ndryshme, se si mund të integrohen produktet AI në bizneset të ndryshme. Pra, ka shumë produkte AI, nuk po flas për chatin, nuk po flas për gjëra të tjera. Por janë produkte AI që kanë të bëjnë me marrëdhënien me klientin, kanë të bëjnë me menaxhimin e shitjes, kanë të bëjnë me ndërtim website, kanë bëjnë me që janë pjesë dhe nesër pas nesër, në momentin që ju i zhvilloni këtë aftësi, patjetër që do jeni më të suksesshëm në tregun e punës, dhe ne si të BU po mendojmë që të bëjmë një program të veçantë dedikuar kësaj fushë. Duke shkuar pak më thënë tek eksperjenca joje si student, çfarë ka qenë një eksperiencë, një përvojë që ju ka shënuar dhe ju ka mësuar diçka të vlefshme që dhe akoma e aplikoni jo vetëm në drejtimin e një institucioni, por edhe në jetën e përditshme tuaj? Atëherë unë do të dal pak nga kuadri institucional, shijoni kohën e bukur që kaloni në universitet. Shiko shumë e bukur. Çdo pedagog. Shiko shumë e bukur, nuk ju rikthehet më. Shfrytëzoheni për të qenë një mjedis social i këndshëm dhe zhvilloni pasionin tuaj. Nëse nuk e zhvilloni pasionin, atëherë ju nuk do jeni të aftë nesër pas nesër profesionalisht. Sa kohë jeni në universitet, mësoni sa më shumë, merrni sa më shumë dije dhe vetëm me pasion dhe me dëshirë do arrini të jeni të suksesshëm dhe të dilni të ecni përpara në jetë. Tani, çfarë më mendon nga universiteti? Mbaj mend këtë kohën e bukur ku unë takohesha me njerëz të rinj, me shoqe. Mbaj mend dijet e mia të para kur fillova të mësoja bazat e menaxhimit, bazat e teknologjisë informacionit, dëgjoja pedagogun me shumë krishëri, në sensin çfarë po më thotë, dhe kuptova që sidomos për studentët e vitit të parë që në universitet
vihet për të mësuar, nuk vihet as për mungesat e profesorit, nuk vihet as për notën. Nota në fund fare është diçka që na duhet, por nuk është faktor determinant, po vihet për të marrë dije. Pra, jeni ju që duhet përfitoni sa më shumë gjatë kësaj periudhe. Po shijoni si një mjedis, shijoni klubet e ndryshme që organizojmë, shijoni eventet e ndryshme, mos e shikoni si një obligim, por shikojeni si një bashkësi njerëzish që duan të kalojnë një kohë të bukur. Dhe e fundit është që dy momente ka njeriu në jetë ku krijon bazat e shoqërisë dhe bazat e miqësisë. Baza e parë është gjimnazi, por ngadonjëherë jeta të ndan dhe të diferencon, po baza e dytë që konsolidon shoqërinë, konsolidon networkun tuaj është universiteti. Sot miqtë e mi, më të ngushtë, janë ata që më kanë pasur në shkollë dhe janë ata që sot më suportojnë mua në eventet e ndryshme që ne realizojmë, institucionale tashmë, dhe janë njerëz me pozicione kryesore dhe të rëndësishme sot në tregun e Shqipërisë. Patjetër se tash hinga fillon dhe ngushtohet, filtri bëhet edhe më i gjerë. Sot që jeni student, keni kohë për të njohur njerëz, keni kohë për të krijuar network. Momentin që hyni në punë, zvoglohet. Pra, kalohet nga një gamë e madhe, kalohet një gamë të vogël. Aktivitetet zvoglohen, sepse do jeni të dedikuar një pjesë të madhe të punës. Kjo është koha që juaj, kjo është momenti juaj. Ndryshe nga gjimnazi, në universitet mëson nga çdo gjë. Domethënë jo vetëm nga ato që lëndët që ti zhvillon kurse, që zhvillon shkollë, por nga një projekt ndryshe, nga një bisedë me një pedagog, nga një këndvështrim ndryshe me një student tjetër. Ti, domethënë në universitet, faktën unë kam mësuar kaq shumë eksperienca të ndryshme nga kushdo, nga pedagogët, nga studentët, sepse të gjithë kemi një eksperiencë tjetër dhe domethënë të hapen horizontet kur patjetër. Më kujtohet diçka e bukur nga fillimi i universitetit tim. Një ndër lëndët që mësova ose ndër pikat, gjërat e para që mësova ishte pika kritike në një biznes. Pra, çfarë është pika kritike? Është aty ku të ardhurat barazojnë shpenzimet. Dhe sapo hym pak në botën e biznesit dhe sipërmarrjes në atë periudhë. Dhe mendja ime që kur mësova këtë, fillova vetëm të punoja çfarë biznesi do hap dhe fillova të bëja hipotetikisht bëja kush janë shpenzimet fikse, kush janë kostot fikse, kush janë kostot variabël dhe çfarë duhet bëj unë për të hapur këtë gjë. Fillova të kisha ide, do hapja një mini restorant vogël, pastaj do hapja një zyrë trajnimesh, madje identifikova dhe miqtë e mi. Njëri tha që do bësh HR-in, ti do bësh marketingun. Unë do isha ai menaxheri kryesor. Po, këto momente mbahen mend, dhe unë ja them të gjithëve kur i takoj. Po nuk është se mua më tha njëri mëso pikën kritike për të marrë notën, mësova se më interesoi dhe më ngjalli interes dhe më pëlqeu. Dhe sot i mbaj mend prap pikën kritike dhe është ABC-ja e biznesit, ë? Ka patur kaq shumë ndikim tek ju sa që nuk ka, domethënë pika kritike është, shiko, ka dhe një gjë tjetër, kur je student fillon edhe përveç se thjesht dije, do edhe të marrësh, të japësh dije. Dhe ti fillon edhe do ta komunikosh, shikoj se unë jam i zgjuar tani. Pra. Dhe me këtë pikën kritike i bëja dhe i zgjuar edhe miqvet mi që nuk ishin ekonomik ose fisit tim që po se dini pikën kritike, pra për të hapur një biznes do të bëni pikën kritike. Dhe ja kështu gjëra mbahen mend nga universiteti, momente të bukura, jo asnjë moment jo të bukur. Paktën në veten time. Keni pasur një njeri, një mentor, një të afërm që ka ndikuar ke ju, qoftë me këshillat e një pasnjëshme ose që mund të ketë dhënë për shembull një këshill, një fjalë që mund të ketë ndryshuar perspektivën tuaj ndaj një gjëje ose ndaj jetës përgjithësi. Gjithmonë ka personazhe dhe personalitete të tilla. ABC-ja vjen familja, që është e rëndësishme. E dyta është networku që krijon dhe e treta është stafi pedagogjik i cili në momente të caktuara gjithmonë do jetë një profesor që do ju pëlqej ose profesoresh që do ju pëlqej shumë dhe gjithmonë do jetë ai që do ju jap një hint se ku ju do të zhvilloni pasionin tuaj. Sepse gjatë rrugtimit universitar identifikohen dhe pasionet. Okay? Pra ju jeni sot informatikë ekonomike, inxhinieri software, pra, po është i gamë gjërë. Po.
Dhe kjo gamë me gjërë gjatë rrugtimit 3 vjeçar do ju çojnë atë hinkën që ju përmendet për zhvilluar 2 gjëra. Për të qenë i aftë për në treg, pra të mësoni një dije të cilat do të shërbejnë sipas të treg, por edhe zhvillojnë dhe pasionin tuaj. Momentin që të dyja këto kombinohen me njëra tjetrën, atëherë është gjëja më e mirë. Patjetër që një profesor ose profesorë gjatë rrugtimit tuaj do ju shërbej si një person i cili do ju lidh ose do ju drejtoj në këtë fushë. Pra unë personalisht kam pasur familjen, kam pasur 2-3 profesor që më kanë udhëzuar dhe më kanë dhënë një shtytje në fusha të ndryshme, po kuptohet edhe rrethi shoqëror dhe ajo nuk do të thojë pasioni, po ajo uria që kisha unë për të mësuar vetë. Pra, çfarë po ndodh në treg dhe çfarë do të bëjmë. Çka kam vëre unë si student këtu në të universiteti është që shumë pedagog, ma e sa unë kam rastisur, me saktësi kanë identifikuar, pra për shembull nëse unë jam inxhinier software dhe një pedagog mua më shikon që unë flas, artikuloje, gjitha me radhë, thotë që mirë do ishte të drejtohesh prap diku tjetër, pra pedagogu këtu të shikon, të analizon edhe kërkon nga ty më të mirën për ty. Pra mua si student në këtë rast. Po patjetër, çka. Sot fusha prandaj që thash, fusha e teknologjisë informacionit është bërë kaq e gjerë dhe bashkëpunimi biznes teknologjik ka arritur në atë pikë sa kërkon një set të ri profesionesh. Njerëzit që janë ekstrovert, ka njerëz që janë introvert, pra, ata që s'flasin dot. Ka njerëz që duan ato që din ta flasin dhe ta komunikojnë. Po patjetër sot në teknologjinë e informacionit, më shumë se sa dia në vetvete, pra programimi në vetvete, kërkohet dhe aftësi kooperimi, aftësi bashkëpunimi. Pra është kthyer në një mini biznes të vogël, edhe puna në teknologjinë e informacionit. Kështu që patjetër dhe sot edhe në botë kërkohen aftësi ndërvepruese, aftësi të menduarit në mënyrë kritike, aftësi bashkëpunimi dhe të punuarit në skuadër që të jesh i suksesshëm. Dhe patjetër kanë bërë mirë profesorët që të thonë, sepse një gjë është të programosh, një gjë tjetër është të dish që këtë programim ma thuash mua që jam biznesit, ja thuash investitorit që do të jap lekët dhe ta kopsisësh në një projekt që do të jap vlerë të shtuar për biznesin. Kështu që gjithmonë pedagogët mundohen dhe profesorët mundohen që të bëjnë këtë kombinim. Në edhe ato detyrat e kursit që bëni ose do të bëni në vijim, kur bën grupet, caktohen këto gjëra, sepse është njëri që është prezantues i mirë, njëri është analitik i mirë, njëri merr vesh nga shkenca e programimit, njëri merr vesh nga high-end delivery të produktit, duke bashkuar në një grup të tillë dhe rezultati i detyrës së kursit del shumë mirë dhe shumë i suksesshëm. Kështu është tregu i punës në miniaturë. Pra, me çfarë bëjmë ne këtu, bëjmë një në miniaturë. Duke u kthyer prap tek ju, domethënë në kohën kur ju keni qenë student, a ke ndonjë gjë që do doje ta bëje ndryshe, dhe që doje ta ndryshoje për eksperiencën? Kam faktikisht. Ajo që më ka munguar mua është një eksperiencë ndërkombëtare. Pra, në periudhën kur unë kam mbaruar studimet, nuk kishe as universitete private, nuk ishe as Erasmus, nuk ishe as viza për dalë, pra i kishe shumë faktorë që ndikonin, dhe na mungon ajo eksperienca ndërkombëtare, të shkoj diku, të bëj një semestër jashtë, të shikoj se çfarë bëjnë studentët si puna ime në një universitet tjetër, dhe pse jo të krijoj edhe një eksperiencë jashtë të jetuarit vetëm. Apo jo, edhe kjo gjë është një sfidë, është një sfidë e bukur që duhet ta kalojnë njerëzit. Sot ka ndryshuar koha, sot edhe ne në TBU i mësojmë shumë ndërkombëtarizimit. Kemi nënshkruar shumë marrëveshje Erasmus me universitete partnere, po të çojmë student, të cilët do ikën të bëjnë një semestër Erasmus jashtë, po thrasin pedagogët tuaj që edhe këta që tuaj që vinë të japin dhe të bëjnë kapacitete, madje para një jave kishim 15 student francez që erdhën për mësim këtu pranë ambienteve të TBU-s.
Patjetër që ne kemi vlerat tona, Franca ka vlerat e veta, por veç ky exchange që i jep vlerë. Në që unë këto do doja të kisha kur t'isha edhe një student, por në atë periudhë kështu ishin kondita dhe nuk e kisha. Ju shfrytëzoheni. Pra i koll për studentët që t'i ndjekin këto gjëra, të marrin pjesë aktive në projektet Erasmus që ne bëjmë dhe të shikojnë mundësinë që ta realizojnë këtë si eksperiencë. Për mendimin tuaj, me thënë, këto pjesëmarrjet jo vetëm në programin Erasmus, por edhe në aktivitetet e tjera jashtë auditorit, kanë rëndësi të madhe, me thënë, studentët a duhet të mësojnë aq shumë rëndësi edhe këtyre projekteve, për shembull pjesëmarrje në një konferencë ose diçka tjetër, aq sa frekuentimi të shkollës? Janë gjërat më të rëndësishme. Pra, më përmendën një pyetje çfarë bën të bëhen unike. Pra, këto janë gjërat që bën një universitet unik. Pra që ti të marrësh pjesë në evente të ndryshme, në konferenca ndryshme dhe nëpërmjet këtyre eventeve dhe konferencave, detyra juaj është të ndërroni çfarë do bëni kur të jeni në atë pozicionin që është ai personi që po e bën atje. Ëndra është katalizatori më i mirë i pasionit dhe i suksesit të një individi. Dhe ju duhet të shkoni që të hyni në konceptin e të ndërruarit dhe të mundoheni të mësoni sa më shumë nëpërmjet atës se çfarë po ndodh aty. Kështu që janë shumë e vlerë, ju a them, unë personalisht prap shkoj dhe marr pjesë, jo se kam për detyrë funksionale që të jem, por marr pjesë personalisht sepse e vlerësoj. 10% merrni, jo më shumë. 10%. Po 10% tu dhe po bëni 5 aktivitete tjera nga 10%, ja ku merrni një formim dhe një brumosje shumë të mirë të personalitetit tuaj, të karakterit tuaj, dijeve dhe aftësive praktike që duhen për tregun e punës. Edhe që s'mbaron aty, me aq, do vazhdoj, do jetë ju a thash, unë këto periudhë kam bëj disa kurse për cyber security. Në Harvard Business Review ka disa kurse falas. Dhe mua që nuk kam ndonjë lidhje të drejtpërdrejtë me cyber security, është një start i mirë. Po është një diçka e mirë. Pra dhe ju, ata që janë studentë teknologjisë së informacionit, duhet kuptojnë nuancën, more ku shkon tregu. Kush janë dinamikat? Këto janë institutet e një lideri suksesshëm, por para se këto. Po prandaj jemi këtu neve që këto ide që kemi këtu, ju e transmetojmë juve, ju e japim atë që dimë ne. Po. Zgjedhja është e juaja pastaj në varësi të pasionit, në varësi të strategjisë që keni vendosur dhe të rrugës që do të zgjidhni për të ecur përpara. Më përpara se Martina të ceki pak përpara Irin, doja unë të bëja një pyetje se drejt gabimeve dhe dështimeve që ne do kemi se si e përktheva unë është që dështimi është i pashmangshëm. Vetëm fundi është fitoria. Është përkthimi im. Patjetër. Personal. Juve, si një CEO i të BUS, me një dinamizëm i përditshëm, si i menaxhoni ju këto sfida që u vjen si një lider që jeni në të BU? Atëherë shiko, unë kam një shprehje, first loss, second loss. First loss do të thotë që ti dështove në një diçka. Po second loss është që të dështosh mbi dështimin. Që kjo është gjëja që ne duhet ta eliminojmë dhe mos e kemi. Pra, first lossin e shërben që të mësojmë, ne duhet të eliminojmë second lossin. Të jemi të përgatitur për edhe mund të dështojmë. Kështu që në momentin që jemi të përgatitur që edhe mund të dështojmë, atëherë ne bëjmë një plan në mendje që çfarë do ndodh nëse kjo. Dhe në momentin që dështojmë, prapë jemi të përgatitur se e kemi parashikuar që edhe mund ndodhë. Dështimet janë të mira në momentin që bëhen në një kontekst të kontrolluar, dhe jo në një kontekst pa kontroll. Në momentin që e ke pa kontroll, ti je në ankth. Në momentin që ti je i formatuar mirë, e mendon, çdo plan biznesi ka dështimin. Patjetër ti duhet ta kesh pjesë planit biznesi dështimin. Pjesë planit biznesi dhe what's next. Dhe pjesë të planit të biznesit, si unë do ta mitigoj emocionalisht, financiarisht, në mënyrë strategjike, nëse do ndodh ky event. Po e bët këtë gjë, ja hedhin çfarë do lloj situate. Edhe me lëndët këtu për shkak.
kur vjen nga gjimnazi hyn në universitet, ndodh një në gjimnaz gjetuan 10. Okej, në universitet ka një rënje në momentin që hyn në përgjithësi studentët, po nuk është fundi botës. Pra, po ne do të tentojmë që mësojmë metodologjinë se si mësohet, pra, nëse në gjimnaz mësoni 2 faqe në javë për një lëndë të caktuar, tu mësoni një libër. Në qoftë se në gjimnaz mësohet dhe ju kontrolloheni në mënyrë periodike, këtu nuk ju kontrollon njeri, le të themi, provimi final është në fund të semestrit. Pra, duke pari që po i lej gjërat në fund, duke pari që po i lej gjëra që nuk mëson në mënyrë sistematike dhe në universitet, atëherë dështon kur vjen semestri dhe atëherë ti rikthehesh mbrapa, ç'e bëra gabim. Dhe fillon të ajustohesh dhe mëson. Po fillove mendove që s'ja del dot kësaj gjëje, atëherë këtu është second loss. Dhe ne prandaj jemi këtu me studentin 360 gradë që t'i bëjmë të qartë atyre që s'ka second loss. First loss është për të mësuar, hajde të marrim masa që lëndet e tjera, semestrin tjetër, në vjesht jemi të suksesshëm. Po, do të thënë që mos ta shikojmë dështimin si një përbindës të madh që do vi dhe do na glutisi. Nuk është dështim, të gjithë kanë dështuar pafund. Është dështimi e shoku jonë i ngushtë dhe mësuesi jon shumë i mirë. Nëse s'vjen i dyti, domethënë, nëse s'vjen dështimi i dytë. Dështimi është mësim. Në botën sociale sot, nëpërmjet reelseve ndryshme, keni pafund, shkot ju them unë, po ju jeni më mirë se unë të kjo fush, që keni shembuj pafund se si kompanitë mëdhaja kanë dështuar, janë rikthyer prap, janë rikthyer. Unë mbaj mend shembullin e një presidentit amerikan Lincoln, tani nuk e mbaj mend të mirë fiks, po ai dështoi një 16 herë derisa u bë presidenti i Amerikës. Dhe ka një pasazh shumë bukur, që shumë interesante, pra dështoi për të zgjedhur antar kongresi, dështoi herën e parë, dështoi herën e dytë. Herën e tretë u zgjodhi antar kongresi, pastaj dështoi herën e parë për të bërë senator, dështoi herën e dytë për të bërë senator. Herën e tretë u zgjodh, ai se mbaj më të mirë tretën, atë katërtën, po dështoi shumë herë për të bërë senator dhe pastaj u bë senator. Pastaj konkurroi 3 herë për të bërë presidenti i Amerikës, dështoi 3 herë dhe pastaj në fund fare u zgjodh presidenti i Amerikës. Çfarë fati pas ka pasë. Po kjo nuk është, po lexoja dje për Einsteinin. Einsteini për shembull ka dështuar. Ka filluar të flasë në moshën 4 vjeçare, deri në moshën 7 vjeçare mësuesët nuk e në shkollë ishte pak. Pra ka shumë faktor që ne na bëjnë të bindur që është ajo eksperjenca, pra, ajo që tham që këto gjëra të mësojnë që herën e dytë ta bësh më mirë, herën e tretë ta bësh akoma më mirë, që të rafinohesh dhe të jesh i suksesshëm. Libri na ndihmon që ta ulim këtë gjë. Okej, prandaj është e mira të mësuar në mënyrë të vazhdueshme. Duke studiuar çfarë ka bërë Lincolni, duke studiuar çfarë ka bërë Amazoni, duke studiuar çfarë ka bërë Apple-i, duke studiuar çfarë ka bërë Steve Jobsi, duke studiuar çfarë ka bërë Bezos. Ti krijon një këtë shiko. Të ndihmon për second lossin që thashë. Dhe këta kanë dështuar. Dhe këta kanë bërë gabime. Çka gabime kanë bërë? 1 2 3 4 5. Si mund të eliminojmë këto gabime që ne mos t'i bëjmë? Të vënë një mindset të ri që ti të jesh i suksesshëm. Çka, më thënë, e rëndësishme që sado që ne të dështojmë prapë se prapë është si ajo drita në fund të tunelit që prapë se prapë pas gjithë dështimeve përpjekja për të rimbritur është ajo e dyta. Pra, edhe një herë, unë e quaj first loss, second loss, që ta mbani mend edhe ju, se po flas këtu. Mbani mend first loss, second loss edhe dini që second lossi është mos dështosh për herë dytë. Është përpjekja pastaj që duhet që mëson nga e para dhe jepi ritëm vetes, emocionalisht vetes që ti jesh suksesshëm herën e dytë. Çfarë nuk do harroj kur nga ju është një herë që i kemi rastisur në ascensor dhe thotë first in first out. Atë nuk e harroj sikur kështu. Asu nuk e harroj. Po flisim për emocionet janë emocionet e universitetit ato. Hera parë që përballa me kontabilitetin mësova 2 teknikat, first in FIFO, LIFO. Dhe bënim edhe gallat me shokët. FIFO apo LIFO, çaj e ti, jam FIFO, jam LIFO. Po dashje pa dashje të strukturohen në mendje dhe kur e mbollën e biznesit i mban mend. Nuk kujtohet se është prapë interesante. Para 2 javësh isha i ftuar në një gjimnaz Tiranës, me promovimin e një libri të profesorit ton.
Edhe na bëm edhe hyn në një klasë, që ishte klasë ekonomie, sepse ishte shkollë profesionale. Dhe sa hyra në klasë pash metodën LIFO-FIFO. Fillova prapë me metodën LIFO-FIFO. Dhe i thashë jeni me falë që po e mësoni që herët se unë e mësova vonë në universitet. Kështu që janë gjëra që të ngelin në mendje. Tani për të bërë një mbyllje edhe të episodit, në datën 18 shkurt ka filluar turi i universiteteve panajeri Working Study, ku dhe TBU-ja merr pjesë. Pse maturantët duhet vinë pikërisht ekstremat të TBU-s? Pse duhet ta zgjedhin si universitet? Çfarë ka diçka kaq inovative për universitetin tonë? Atëherë, gjëja e parë është mentaliteti dhe qasja që ne kemi kundrejt cilësisë dhe kundrejt studentit. Kjo qasje që kemi na bën që ne të bëjmë gjëra më të bukura, gjëra me pasion, bëjmë gjëra ku kombinojmë më së miri dijen teorike me aftësimin praktik, ku kemi në fokus zhvillimin e vazhdueshëm studentit nëpërmjet aktiviteteve ekstrakurrikulare të ndryshme që ne bëjmë. Në fund fare është ajo që ne të hapim derën për që një profesionist i mirë, por dhe të hysh shpejt në tregun e punës. Jemi në universitet unik që jemi pjesë e një konglomerat i biznesit siç është Balfin Group, i cili na bën që ne çdo student që ne kemi ta integrojmë me praktika pune, ta integrojmë të mësoj nga ana praktike se si realizohen gjërat dhe të jetë sa më suksesshëm nëse pas esër në tregun e punës. Kjo është e para, kurse dytën do ju lej juve që t'i thoni çfarë përjetime shkeni dhe a jeni të lumtur apo s'jeni të lumtur dhe çfarë do i thoni ju atyre. Unë flas gjithmonë me gjuhën e studentëve. Shpeshherë kur unë flas për Tirana Business University, flas shumë. Shpeshherë jo të gjithë ato që flas unë i perceptojnë, por unë flas e bëj këtë gjë me shpirt dhe me pasion, sepse ky është pasioni im. Dhe duke qenë pasioni që kemi pasion për të bërë gjëra të mira, ne mundohemi të gjithë si skuadër që jemi këtu në TBU, të bëjmë gjërat e mira dhe studentët tanë të jenë sa më të kënaqur. Jo për marketing, por sepse këta jemi ne. Mirë, faleminderit. Ishte një kënaqësi. Faleminderit edhe juve dhe ju uroj suksese në edicionet ose në edicionet e ardhshme të TBU podcast. Shumë faleminderit. Faleminderit.